Dhe ata ka pushtet, asnjëherë nuk ka pushtet dhe parti opozitare, o me dë vogël. Prandaj, asnjëherë as mund bëhen, ato mund bëhen bashkë në rrethon të jashtëzakonshme, mëse dorë Zoti, që bëhen në këtë botën kriza, për shembull luftë civile, vërshime, tërmete, diçka që humb mos ani kriza Izraeli vazhdon Severia. Që do të thotë ajo është temë që duhet me Ne ndodhemi në situatë. Ajo është për me zhvendos fajin. Faji absolutisht nuk është jetim, faji kuptim pozitiv përgjegjësia kryesore për formim i bjen absolutisht me kushtetutë dhe me drejt Zotit, që do të populli i bjen partisë që ka fituar më shumë vota, qoftë një votë. Po. Sepse ashtu thotë kushtetuta, ajo ka detyrimin me i gjetë mënyrat, rrugë, edhe në plus ka gjykimet gjykatës kushtetuese që e thojnë këtë, me i gjetë rrugë dhe mënyrat për me Tash derisa po konstatojnë se duhet bashkëpunim ndërmjet subjekteve politike dhe duke parë se si ka rrjedhur situata deri tash, sa kanë bashkëpunuar dhe sa nuk kanë mundur të merren vesh, atëherë a duhet të ketë një marrëveshje edhe para konstituimit të kuvendit? Se nëse po flasim për 3 postet kësaj radhe, ne e dim se grupit më të madh parlamentar i takon që ta propozoj kryetarin e kuvendit, por ai propozim mund të vijë edhe nga ndonjë subjekt tjetër politik. E vërtetë. Do të thonë, saktë. Ky grup më i madh parlamentar mund të propozojë dikë që është në grupin tjetër parlamentar. Pastaj e kemi jo vetëm Severin dhe kryeministrin, por e kemi edhe çështjen e presidentit. Në këndvështrimin tuaj, cili është rendi i gjërave? S'është këndvështrimi im, do të thotë se këtu flasim për çështje kushtetuese. Për fat keq komuniteti, do të thotë ti kolegëve, ridik flasim me ja qillu, nuk është çështja. Jo, unë ju pyeta për diçka tjetër. Shikoni. Vetëm ta qartësoj. Për atë thash këndvështrimin tuaj. Jo se si është procedura, por çka duhet të bëjnë, a duhet merren vesh paraprakisht, apo të shkojnë një herë në kuvend, të zëllë kuvendi dhe tulen. Në çështje mund të jetë kushtetuese, por të ndodhë një praktikë krejtësisht jo kushtetuese. Nuk është puna e qëllën, unë do të thotë jam për me të treguar që është kushtetuta. Për shembull me në rastin e Rashidit, ministrit, tërë. S'ka përfunduar në gjykatë, mbyll rasti. Edhe ju keni qenë konsistent. Rasti i kuvendit, u shpërnda kuvendi i parafundit dhe është shpërnda një tërësisht, është thonë që, jo, më falë, para se mu shpërnda kuvendi, ku shkum në zgjedhjet të djetorit, u thanë që u konstitue kuvendin në ndërkohë qartë, 4 gjykime e thojnë dhe thot kushtetuta, që nuk mund bëhet pa u zgjedh krejt në kryetarët. Në kryetarët së pasi u shpërnda kuvendi e morën vesh, se u vonua gjykimi i gjykatës kushtetuese. Dhe e thanë, po ka qenë e ditur aja, ka qenë e qartë. Këni thënë publikisht. Do thënë, pse po i them këto, që me ditë që unë nuk flasë asë njëherë, asë kam folë, me aqillu se së punë lotari, është çështje e kushtetutës. Me aktgjykimin e fundit gjykatës kushtetuese, paragrafi 162 për ata që dojnë me pas specifikisht, kurse aktgjykimi i fundit, paragrafi gjykatës kushtetuese, po. 162. Nuk e dija montazhen me njëherë regjia, po. Nëse e gjenë, 162, por janë edhe paragrafe tjerë, do të thotë që është një thënë pjesa e meritave, do të 53, 73 duket, edhe 180, 191, por 162 është qartë, e për të qartë. Ate që në 2 ministerishe këtu të ju, në për studiu dikur, ne kam të regu, se atërë unë patëm pytë, cili zhjetë, por s'ka për thash, që kushtetuta nuk mund tjetë sikur regulore e mranshme e një institucioni. Në qofë se kushtetuta në për gjitha shtetet e ka përmbajtjen e vetë, i ka organet me renditje, po të dush me janis mi formu që ato që janë me renditje, presidenti, atëras do të thëtë si avuni kush veshë. Gjykata në rastin Cila është norma? Kur konstatoj, do të thëtë rastin e shpërndarës jo kushtetuese të kuvendit, ka të reguë procedurën. Do të thëtë, gjdo herë thëtë, kur kuvendi formuat ka kuvend të konstituum, që i vjen qoftë i ri, do të thëtë, qoftë menerë, përkatësish menerë pas zgjedhjeve, dhe për çfarë do arsye që jetë presidenti vakant, atëherë ai që quhet 60 ditë fillon me ecë për ditës së konstituimit të kuvendit. Ta saksojmë, ju po thoni nga dita kur kemi
kuvend të konstituar Kushtetuta, të nesërmen apo atë ditë. Nesërmen, se dita pas llogaritet. Po. Kur formohet për shembull sot u konstituu Për kuvendi. këtë aktgjykim e keni fjalën. Jo, s'është kjo. Cili aktgjykim? Është aktgjykimi i fundit, vallai numrin s'po kujtosh. Tash i fundit ata sigurt kanë pasur edhe aktgjykime të tjera. Po për cilën çështje? Për çit rast, do thotë, shiko ky vendim Për masën e përkohshme. Masë përkohshme, bën 72 rasti i mjet, veç aktgjykim duhet shkruaj, jo vendim. Aktgjykim duhet shkruhet. Mirë. Rasti i mjet, 72-26 aktgjykim. Veç Google rasti. Pjesën e aktgjykimit. Aktgjykim. Dhe tash i tiki do të thotë Sa kohë, do me thonë ne e dim... 60 ditë. Po dua të shkoj edhe pak më mbrapa. Do me thonë, certifikohen rezultatet zgjedhore dhe shkohet në konstituohet kuvendi. Masi konstituohet, sipas këtij aktgjykimi, me njëherë do të thotë rrjedhja e fatit 26 ai aktgjykim, është do të thonë, vetëm le të shkruan aktgjykim edhe asim.